tani që buti Turqia. Butiku më i preferuar në Tiranë. Model fundit nga Paris, New York dhe Rome. Ma che guarda, come ti su. Che io perché. My dear. Vedi? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Vizitë pa parashikuar. Po doja të bëja një surprizë, po siç duket të shtova. Unë zakonisht nuk blej gazeta, por dëgjoja pasqyrën e shtypit në televizor dhe dëgjova për poezitë e mia. I kanë botuar të gjitha. Me përjashtim të njerëz, po thjesht për mungesë vendi. Edhe nuk i kanë faqosur keq apo jo, ha? Si po duket? Shumë bukur. Vetëm s'më duken si poezitë e mia, më duket sikur janë të dikujt tjetër. Po kështu ndodh gjithmonë. Përpara se të botohen, ato janë pronë vetëm e autorit. Pastaj bëhen pronë dhe e lexuesit. Megjithatë, mua më pëlqen më shumë në dorëshkrim. A e di kur e ndjen kënaqësinë poeti? Në dy raste. Në rastin e parë kur i botohen poezitë e tij edhe pastaj kur dikush i reciton poezitë e tij. Ja, do të recitoj unë dy tani. Jo, një nga poezitë e tua. Të lutem, mos më vën pozitë, të lutem. Pastaj, ky shkrimi për mua që ke bërë, ka shumë superlativa, më duket se e ke tepruar pak. Po ti e di që unë nuk jam njeri që bëj elozhe, por edhe nuk i fshe ndjenjat e mia. Më fal. Alo? Faleminderit. Nuk e dija që shkruaja poezi, po sa gjëra nuk dim për njëri tjetrin. Sa gjëra nuk dim dhe për veten tonë, Frida. Po ja, u përpoq shumë në fakt një shoku im poet. E një, të pëlqejnë shumë poezitë e tij. Po, ai është. Faleminderit. Faleminderit. Mirë. Mirupafshim. Shoqja ime e shkollës, adhuruese e poezisë tënde. Edhe e poezisë tënde besoj, se nuk jam i vetëm pra. Duhet të të falenderoj me të vërtet shumë. Tërsa unë duhet të të ftoj për një kafe. Kafen do të ofroj unë, vetëm se nuk mundem tani, nuk mund të shkëputem dot nga puna. Si thua për mbasdite? Po mirë. Unë e lë punën në orën 4. Te kafja. Te kafja jonë. Aty unë shkruaj shpesh. Gjithmonë jam çuditur, si ka mundësi që të shkruash në kafe? Më falë. Alo? 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 Shpata. Unë? Asjo. Nuk ishe shqetësuar. Nuk ishte asnjë lidhje mbylla telefonet. Vetëm se më duk sikur dëgjoja frymërinë e dikujt. Ndoshta Asjo. Në orën 4 atëherë? po në 4. A e di që më pëlqen shumë puna jote. Çdo ditë nis njerëz në fluturim. Nuk bëhesh xheloze? Xheloze? S'më ka shkuar ndonjëherë në punë. Ti je poete, Lola. Edhe poeti është gjithë jetën. Mirupafshim. Në 4. Në 4.
Jo. As në klasë kishte njëri ishte botë shfare. Edhe partia kështu ma vëri. Beti më tha që erdhi e mori një çun me Benz. Kishte thënë që është kushuriri. Po, është kushuriri ati Benzi që na vjen nga mbrapa. A është e çmendur. Episodi 27 nuk më pëlqen, duhet ta rishkruaj, nuk më ngop. Po pse, mua nuk më duket dhe aq keq. Ka dram, ka atmosferë, ka ide të fuqishme, pse? Po pikërisht idetë nuk janë të fuqishme. Janë të zbeta, janë të turbullta. Por e gjithë ky episod duhet mbajtur në plan gri skuro, më kupton? Të kuptoj, po sikur kemi si shumë gri mor I dashur. I dashur I gjithë filmi duhet në gri. E ke parasysh romanin Sokaku I të marrëve të Islam Kokobobos. Gri. Fillim, mbarim, gri, shi, vazhdimisht. 2 personazhe ka që dalin si 2 llastar nga trungu I një lisi të vjetër. Edhe rriten, vazhdimisht rriten. Po, dhe duke u rritur, shkundin nga gjethet e tyre hirin e botës e vjetër. Dhe fap, aty në thellësi, në atë hapësirën gri... Grigjo të thellë. Po, në hapësirën gri të thellë, që s'merret vesh në është deti, toka, apo qielli, shfaqet vagëllimi I një dielli që është ndrit dhe ndriçon llastarët e një bote të re që po lind nga hiçi. Bukur, a? Bukur, Sofa, bukur, kështu është, kështu, bukur. Mafiozi. Tu një tjetër, koleg. O, tu një tjetër, koleg. Si e kaloni? I dashur si e? Faleminderit, ju mirë. Mirë. A në gjbëni, a e poqit, ajo, a? Avash, mori dashur, se nuk na ndjek njeri nga pas. Ajo, se po mbyllet afati dorëzimit projekteve. Po, mirë, le të mbyllet, punë e madhe. Jo, se edhe par vjet këshu u dogjet, kështu që nuk e dorëzoni dot. Po, sikur mos e dorëzojmë fare, të shprish. Kështu po. Si të shprishi? Më falin, po, ku do I gjeni para aty? Po, kemi edhe ne sponsorit tanë. Me qëra fjalla, ty tu aprovua gjë projekti? Mua? Sigurisht që po. Po? Urime. Faleminderit. Mbushi nga një tek e këtyre kolegë, jana ime. Kur punojmë zakonisht nuk time. Po pse I dashur t'ja prishim, sikur s'ka lezet. A di ç'ke bëj dobja më mirë. Raki për ne. Shumë mirë. Po, raki. Shumë mirë. Atëre, ju uroj shëndet dhe punë të mbarë. Gjithë mirë. Faleminderit dhe suksese, gjithë të mirët. Faleminderit, urime. Cosa nostra e kinematografisë, po. Klanet vazhdojnë, klanet. Se laniket atë pjetë si që ka qënë do t'jetë. Na mbytën mediokret atë thua I dashur. Ky edhe në kotë me rumit e bëndi një film në vit. Jo më tani. Nëse ku e lam. Episodi 27. Pra gri e thellë, personazhet dalin nga hiç. Edhe 2 lastar që rriten vazhdimisht rriten. Po. Je I lodhur, a? I lodhur, thot I vdekur, ngorda për gjumë. Po Vlora si të duk në mesnat? Bot tjetër ishte. Pastaj më duke sikur si isha në Vlorë. Kishe frikë? Nuk ishte vetëm frikë. Ku ti jonë, çudi e madhe ishte atje. Pastaj nëpër ato skuta ku hyra unë. Gjithçka duke e frikshme, çuditshme. Nuk e di. Pse pate ndonjë incident? Nuk pate, po dhe mund kisha patur. Me labakri, njerëz përshtirë, ndyrësira. Gjithçka e çuditshme ishte. Dëgjoj, ata janë çuna shumë të mirë, por nganjëherë janë të tensionuar me punë dhe duken të ashpër. Punë muti është ajo, punë e frikshme. Frika paguhet shtrenjtë, Flori. Pastaj është hera parë. Do të mësosh. Kam përshtypjen që nuk do të mësojmë kurrë me këtë punë. Të dija më të fortë, shpirtim.
Nuk është çështje force. Kur pash atë vajzën që e hodhën gomone si thes me patate. Kështu bëjnë në fillim ato kuçka, po pastaj suflitet me gojë. Përpëlidej moj, si lebrek. Edhe nuk munda nga mendja zëri i saj, gjatë gjithë rrugës kthimit. Nuk të dija kaq sentimental shpirti im. Pastaj çunat po punon në një objekt të ri, kështu që ti do ta bësh përsëri atë rrugë. Po pse pikërisht unë? Po sepse gjithçka është si një shfaqje teatrale, kupton? Kush secili ka rolin e vet. Her pas here, këto role dhe mund të ndrohen, kështu që shfaqja të duket gjithmonë e re. Kupton? Kuptoj. Mos e hap se nuk më pihet. Nuk do ta festojmë suksesin tënd të parë? Jo. Ma, ka shpërgani. Alo? Alo, Lola, buri? Po, unë jam, ju kush jeni? Unë? Unë jam një djalë, një si tua them, më quajnë Juli. Ju punoni të agjensia ajrore. Po, keni ndonjë urgjencë për ndonjë udhëtim? Në fakt, kam për të udhëtuar, por pak më vonë. Unë kisha një problem tjetër. Me mua? Po, me ju. Aha. Më vjen keq, por nuk mund t'ua them dot në telefon. Më falni, zotri, nuk ju kuptoj. Ç'është ky problem që nuk më thoni dot në telefon? Çfarë doni prej meje? Po thash pra është një çështje private tepër konfidenciale. Në telefon, unë do të kisha dëshirë t'u takoja. Më falni, po unë nuk kam as idenë më të vogël kush jeni ju, ç'do thotë kjo? Unë ju njoh. Më njihni. Pak a shumë dhe pikërisht për ju për këtë bisedë kam ardhur nga Itali. Po. Telefon. Po. 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 Atëherë po? Qatë, e pa vetë. Të të një noza më njërë. S'ka problem. Ta mvesh një qëpër. E që s'ka një. Kush ishte? Duket se ishte ai. Je sigurt? Nuk e di. Nga zëri dhe nga toni nuk më duk si ai. Po me ato që më tha nuk ka kushtet tjetër, është ose ai ose ndo i dërguar i ti. Po mirë, ti çfarë ke ndërmend bësh? Do shkosh ta takosh? Po, nuk duroj do të më kështu në këtë gjendje, po më mbyt ky makt, nuk duroj. Po sigur. Nuk më intereson era, çfarë do që të ndodhë rëndësi ka të marr fund kjo histori. Të paktën ti ishte Flori. Edhe një herë që duhet. Nuk e frikë. Si nuk kam frikë, era? Po edhe kështu nuk vazhdohet. Ai do të vinte? Erdhi. Çka të isha?
Që shumë? Shpishka dhe shokët klasës janë kële më ndoj. E hume ka me. Jeta ashtu si është, e dashur dhe e urryer. Po kalojnë netë të mërshme. Nuk më ndahet ankthi. Çfarë fshihet pas atij zëri që më torturon me telefonatat e tij? Parandej diçka të keqe. Zakonisht parandjenjat më dalin. Rugeni është i vetmi njeri që hedh pakës dritë mbi shpirtin tim. Mirë se ardhë. Do më thënë ju jeni, e? Po ju prisje, urdhëroni. Ndoshta ju shqetësova me telefonatën e papritur. E papritur? Jo, e prisja. E prisnit? Çudi. Nëse, mua më quajnë Julian Kodra. Ju mund të më thrisni Juli, si gjithë miqtë e mi. Unë kam lindur në Tiranë dhe prindërit e mi banojnë këtu, ndërsa unë vetë punoj në Itali. Që ju punoni në Itali këtë e di shumë mirë. Jam ekonomist. Ndoshta ju e dini që aty unë mund të bëj dhe punë të tjera. Ju lutem shumë, unë erdha këtu sepse ato telefonatat tuaja. Vërtet mund t'ju kem bezdisur me telefonatat, por ndoshta nuk është e hijshme që ti thuash një vajze të dalë për herë të parë në takim, por unë ngutem. Atëherë çfarë kërkoni prej meje? Do t'ua shpjegoj gjithçka. Unë ju njoh shumë mirë. Ju njoh që kur keni qenë studente. Dhe kam dashur që ju njoh më përpara, por nëse unë njoh shumë mirë vëllain tuaj. Edhe familjen tuaj njoh shumë mirë. Që rëndësi kanë këto? Ju keni ardhur nga Italia për të mua, po? Po. Po atëherë çfarë doni me mua, më thoni? Po, unë do t'ik nga Italia, do të shkoj në Kanada. Marr me mend. Jam me dokumentat e rregullta. Faleminderit. Faleminderit. Nuk më intereson asnjë gjë. Ju lutem çfarë keni me mua, pse më keni thirrur? Unë dua që dhe ju të vini me mua në Kanada. Të vi me ju në Kanada? E nga kush më vjen ky urdhër? Urdhër? E lutem shumë, unë nuk di asgjë, unë nuk kam asnjë lidhje me asnjë gjuhë, nuk e di, dikush do të ngatrojë në këto labirinte. Labirinte? Më vjen keq se unë kam ardhur me një qëllim shumë serioz. Unë dua të krijoj këtu familjen time dhe të shkoj në Kanada ta filloj nga e para. Ju keni ardhur të krijoni familjen këtu? Po natyrisht, ky është qëllimi im që kam ardhur, që ju të fejoheni me mua. Të fejohem me ju? Sigurisht, ju po të doni pyesni për mua, për familjen time. Ua, kulme. Dajoja juaj e njeh shumë mirë baban tim. Ky është kulme. Ky është fantastike. Sigurisht që
ka paragjykime për refugjatët, por ka dhe histori të dhimbshme. Por unë ju siguroj se... Se? Më falni nëse po ju fyej... Jo, nuk po më fyeni. Unë nuk dua t'ju fyej as pak. Nuk po më fyeni fare, më falni ju mua. Po... Kë ishte qëllimi kryesor i... Nuk e mbaj dot të qeshurën, po... Unë prisja të ndoste të më thonin diçka të tmerrshme, të frikshme. Të frikshme? Kaj tjetër, po! O, zotë, si është tjeta? Po këto që kanë, ingëllin e s'pushojnë, kanë 1 orë. Po ti ç'ke? Po gjithë kjo e qeshur, mirë e vogle, po ajo e madhja. Po nuk po thua shiqysh që po qesh edhe e madhja? Ka 1 muaj që si isha për gojë vajzës edhe unë se mora dhe se mora vesh se çfarë halli ka. Inshallah mbaron me kaq. Po u shkrin, këputën zorrët. Ti ç'ke ti? Lëri vajzat punën e tyre dhe dëgjoj lajme se filluan. Edhe hap sytë se mos jesh ndonjë aktor tjetër si puna e Xhulit. E ç'ke me Xhulin ti, mos e zër me gojë Xhulin. Mos e zër me gojë. Në të mirë të televizionit. Ka qenë skem fantastike, jo? Unë të ndiqja gjithë frikur se ti ja plase gazin. Po si mos jetë. Kam ardhur të marrë me vete, do të shkojmë të dy në Kanada, u të merrova. Në këtë ditë do fillojnë kërcënimet, shantazhet, po imagjinoja gomonen unë. I thash, kush më ka futur në të labirinte, nuk e kuptoj. I shkreti, po them ishim mbledhur lotët, me zi po i mbaja kuraj lëshoj bombën. Kam ardhur të fejohem me ty. E di që ishte simpatik. Kusha vulire, e di, fytyrën e ti e ka akoma fryhu. Shikon base ka seriozisht ai. A? Pastaj? Po nuk të ishte keq të interesohesh njëherë, ku i dihet ndoshta. Era as më shkon ndërmend pa. Shkova mora dhe atë drime për të truajtur ty. Kjo është jetë. O, mi qeshur, sota, maj mund të qeshur. Ka që ishte edhe qeshura. Tani unë duhet pres kur të bjerë për sëri telefoni. Po pse merakose s'ka shumë, mama? Po çfarë do m'gjej mua njëherë? Po si të mos merakose, mor birë, si të mos merakosem. Pastaj ashtu si i ti? Po ku fle o birë, ku ha, ku pi, ku ri? O, mam, po ti flet me mua se kur jam ndonjë fëmijë unë. Po pse s'vjen në shtëpi atëre? Po të kam thënë pra do të vi këto ditë do të vi. Kur do vish? Po mos ki merak, do të vi këto ditë, thash. Edhe dëgjoj këtu, babit mos e vure, vërtet e teproj atë natë, po nga meraku për ty e ka. Pastaj ashtu si erdhe ti atë natë gjakosur nga fytyra, po pse zihesh më të keqe mami? Përse zihesh? Je goxha djalë tani. He moj mama, po për ti me motor u raha. Mirë. Ti si ke qenë me shëndetin? Mund të më thuash një? Ha? Po mirë çka ja ashtu, herë 18, herë 12 tensioni. Oh. Po babi mbaroi skenarin? Po ç'ke me skenarin e ti? Më mirë të merret me skenarin se me gjëra tjera, nuk thua shqyr? Era me Lola si janë? Mirë? Mirë janë ato mirë. Lola si gjithmonë me punë, era me mësimet. Të lutem shumë. Në shkollë thuaj që të mos shkoj vetëm, të shkoj e shoqëruar patjetër. Pse? Çfarë ka ndodhur? Na këtu, mos e gjemon njëri vajzën nga mbrapa? E di unë këtë punë. Mama, se kështu janë punët e gozave sot. Ashtu është, Abir, ashtu është. O Flori, po atje në Vlorë pse vajte ti? Hiç, prita një shok. Po i thash Lolës unë, pse do... Mos do shkosh prapë në Vlorë të presësh ndonjë shok tjetër? Të lutem, po pse më flet me kunja një herë nuk e marr vesh. Po jam nëno që mos qofsha, jam nënë dhe më ka marr malli. Po duhet të kem zhonat tu në shtëpi o biri mamit. Kam djalë. Mirë, mos ki merak, do të vi. Shikon, nuk do ngujnesh, ë? Thash pra do të vi. Keqen mami, hajde. Për kokën tënde do të vi. Mirë edhe, të puth shumë. Mirë?
Qeshja? Ja, kjo është ajo vajzës. Po, të mirë. Fakultetin e kam mbaruar, është të punë, anglisht të mirë, kompjuterin të qartë. Besoj se të dy rregulloshte. Sì. Reklamë, më. Ke pa reklamë të kështu reklamojnë veshjet e modës kudo. Unë në reklam kam parë, po këtu po reklamojt jo të motrën bruket. Po, shiko me gjoksi për jashtë. Shiko me fundin majtë viteve. O, mami. Po, kjo pas ka dalë fare lakuri? E jani në butikun Giulia, butiku më i preferuar në Tiranë. Moda e fundit nga Parisi, New Yorku dhe Roma. I mbaroj. Sa shpejt. Shumë pak ishte. Që thua ti kësaj? Që them? I them që i ke bërë vajzën të bukur, si dritë, si yll, sa bukur doli? Si yll doli, ja? E po në është yll vajza, le të ndryqoj këtu në shtëpinë e saj. Ose atje në shtëpinë e burrit kur të vej. Dhe jo këtu në ekran. Nese kam për të fshëlluar të gjithë djemtë e rrugës. O mami, mos më mërzit kodë. Jo, jam shumë e mërzitur. Ajo nuk duhet ta bënte këtë reklam. Po nuk bëri ndërgjë më, pastaj doli bukur. Nuk më duhet ajo lloj bukurie mua. Ta push faqen ndër. Ti më puthësh faqen. Se ka mami shumë të mirë, ka mami si shpirt të kam. Mami, do presësh ti? Do pres, do t'i presë, do t'i themi ja dy fjalë që... Më falë mua që të... Shko, se e lodhër, do ngrish njësër që më gjithë. Mirë, nata, në pashë. Mirë, gjënë i ma. Mos më mërzita, si ishte në i gjë madhe. Po, po. Mami, vetëm merën ke bërë të bukur ti, mua jo. Të ka mami të yllë e për mbyllë, të shpirë të ka. Ti në mami buk në gojës më bjerë. Të lafshme, e lahtashme. Qa? Ka 10 vjetë që idiotë të bënë milioner e nesë po jenë një sponsor për filmit. Bëjnë vila, bëjnë restorant, bëjnë butik, e nuk javin një 5 lekëshe për artë. Po butikun sot e ke, nesë falimenton. Butikun mu da vjedhe, mu da djegin. Po të financosh një film bëhesh i faqë. E në historinë e kinematografisë kombëtare. E te atë pispiruqët. Ajo bën reklam, ajo shtron koktej. Po nuk është ta që keqja ajo, bajo. E disa më ka dhënë mua për atë reklam që kam bërë? $300 më ka dhënë. Sa më sa? Po, plus një fund edhe një bluzë që bën ja $200. Për të shoqin babi, thonë që ka pare të madhe. Se çka edhe ca magazina, po nuk e di se ku i ka. A, di. Dreshja merr vesh që luhet në ato magazinat. Hej, babush, pse nuk i thua njerë Xhulit? Mbase të ndihmon ajo për filmin. A thu pranore? Po pse mos pranoj qatë keqe ka? Ose po të pranoj i jap një rol në film që ta bëj të famshëm. Rol? Goxha femër është. Po. Sy ka, portret ka, komunikim ka, plastikën e brendshme e ka, lëvizjet i ka provokuese, rolin e një femre që përdhunojnë do ta qante. A, tani ja fut e koto ba, rolin e një femre që përdhunojnë, thot. Jo si ato që përdhunojnë në porrugica për epshe shtazarak. Po si kush? Tjetër lloj përdhunojnë. Aja do përdhunohet atje, te sheshi, te këm, te kalit Skënderbeut, si simboli përdhunimit i bukurisë shpirtërore. Ky përdhunim ka të bëjë me këtë kapitalizëm të egër që po jetojmë.
E kam në kokë imazhin. Do ta flijoj atje si perëndesh të bukurisë e të virtutit kombëtar. E nga kurmi i saj do shpërthej një tisë purpër me një ngjyrë violet. Edhe era do ta shpërndaj atë si një Ikim babush, hajde ikim. Që përkëllim shpirtat njerëzor. Jako zemra ime, eja të rojmë që të tre, në këtë botë. Mami, kush Lula? Erdhët? Pse mos duhet të rrinim për të fjetur asi? Mami më tregon çik si të duk reklama. Shkëlqysh. Si të vjen turp. Si të vjen zorë nga vetja jote. Si kishe dal ashtu me atë gjoks për jashta? Me atë fundë shkurtur, sa s'të dinin edhe brekët. Po ç'to keqe ka ma, shumë normale ishte. Normale? Po. Normale të duket ty? Po, normale. Po ty si të dukore? Urdo. Biri gajde se bjeri. Si ishte koktej për ty? Shkëlqyshëm, po që ishte edhe Gjema. Ngriti Gjema dolli. Atë të raftë, pika të ngritësha me 4 veta, po të pyes si të duk jo të bia ashtu si kishte dalë. Perëndesh e bukurisë unë për të dalë sot. O dori o të raftë pika sa më brave. Ik more drejt. Që kam për ty. Jam shumë e mërzitur. Po të put një çizë Jo, më nuk do të putesh fare. Hiç nuk do të. Po ti je intelektuale arsimtare o ma? Jam arsimtare intelektuale, po herë tjetër unë të pus kokën po të shkosh prapa atje. More vesh, nuk të lejojmë. Po shikon çik çat kam sjell këtu? Çfarë më sjell këtu? $300? Po. Ku i morët ti këto? Për reklamën pra? Për 1 minutë punë $300? Flëdhe në ndër të shikoj dhe s'të harroj. Prandaj këndoke ti të raftë, pika të raftë. Po në këto para si marë për 3 muaj punë, more bu. Mos më mundo, shpirto gjano zemro. Minuta. Ka budallë i kjo botë. Lola! Era... Si e kalove? Sa bukur. Palet të ftuarit, klas, VIP, politikan, gazetar, artist, që nga dreq kjo Gjuli. Ti isha më mirë aty. E kisha në qik vështirë me thënë drejtën, nuk isha përballuar me ato lloj vështrimesh. Çfarë vështrimesh, mi Lola? Në fillim kisha kështu si ndrojtje, si tur, por e përballova me sukses. Po, telefonet. Mos e ngri zërin se po flema me babin. Alo? Po. Ha, Egla. Ha, të pëlqeo? Bukur, ha? E jashtu ishte një rast një komshia ime. Se po më flet Lola tani hika natën. Shumë bukur ishte, fantastike, po flasim nesër, natë. Që po thoja? Thjesht ishte një eksperiencë. Ora, kujdes me këto eksperiencë. Pse? Jo, se dihet si fillojnë, po s'dihet si mbarojnë. Tash. Pse? Kur botove poezit e tua eran pak telefonat? 3, kurse ty 13. Pra telefonat? O, bo, zërin. Alo? Kush? Një simpatizant? Edhe? Ja, mora. Mirë. Për urime faleminderit, për tjerat natën e mirë. Ha? Një simpatizant këtë radhë. Filluan probleme. Asgjë çaj kokën fare. Lula e di, atje në mbrëmje se që më afrua një aktor, një idiot, se që ka luajtur në ca filma koti, e di që në tha apo jo. Ti je lindur për aktore, tha. Hajde të punojmë bashkë që të konkurosh në Akademinë e Arteve. Më përdridhe si një femër se duroja dot. Po ti? E di që i thash? Thash, po me që qon ke aktore, thash, do t'i them babit që të ruaj një rol në filmin që po bën. Era, kujdesi, jeta nuk është kaq i lehtë sa duket. Fillove nga leksionet ti. Ti e ndërron jetën e poetizon ato, kurse unë dua ta gëzoj. Dua të marr të gjitha çan takoj nga jeta. Po mirë, di ti çfarë takon? Mos na filozofosh shumë tani. Kjo thjesht ishte një mbrëmje e bukur, pse nuk kam të drejtë ta gëzoj? Gëzoje, po le të do i gjë edhe për nesër.
Ora 1. Gjumë tani, gjumë! Ku kam gjumë unë thot? Do ta shënojnë kalendar këtë ditë. Fli ti fli. Do dëgjojnë çik muzikë. Telefoni. Po, s'takoj e fare se në çmend. Alo? Isha Lorën. Lolën? Një minutë, lutem. Lola është për ty. Për mua?